Urime të gjithë shqiptarëve të Shqipërisë, urime të gjithë shqiptarëve të Kosovës, urime të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë Veriut dhe kudo ata janë. Dje kishte një festë e madhe e cila zgjati deri në orët e para të mëngjesit. Në orën 4 të mëngjesit tifozët pritën ekipin kombëtar në Rinas për atë fitore të madhe historike dhe sot do të jemi me një mik faqes tonë, me një njeri të cilin ju e doni shumë dhe i pëlqeni shumë analizat e tij. Jemi me Ismet Munishin. Profesor, tani jemi live, mund të flasim. Përshëndetje, urime fitoren juve, urime fitoren gjithë shqiptarve, futbolistave, Federatës Futbollit Shqipnis, trenerit, lejtarve, kanë qenë fantastik, thjesht kanë qenë fantastik dje. E kishe imagjinuar një mbrëmje të tillë dje, e kishe çuar ndërmend, domethënë me gjithë ato ulje ngritjet, ato oscilacionet tona, gjithë prapaskenat, gjithë lajmet e dalë që Shqipëria mund fitonte në Serbi? Kemi pas probleme, me thonë drejtën, kemi pas probleme deri tek kjo ndeshje. Nuk kam qenë personalisht i kënaqur me trajnerin, nuk kam qenë i kënaqur me zgjedhjet e tij, nuk kam qenë i kënaqur me futbollistat, kam qëndru larg mediave që të mos bëj influencë të keqe te kombëtarja për ato paknaçitë dhe rezervat e mia që i kom pas. Dje, domethënë, po ashtu kam qenë skeptik. Mua është duke mirë edhe një barazim, por që të arrim fitore atje, një fitore shumë të madhe dhe që nuk ka qenë as pak e lehtë, as për trajnerin që ta përgatisë ndeshjen, as për futbollistat që ta durojnë gjithë presionin. E kështu me radhë, domethënë unë vetëm i komplimentoj. Kam pas rezerva edhe për formacionin e trajnerit para fillimit të ndeshjes, por që trajneri dhe gjithë futbollistët dje më kanë demantu. Këto duhet më bëj jashtëzakonisht i sinqert, sepse ne dalim vetëm kur nuk ka rezultate, bëjmë kritika, por ndonjëherë edhe na duhet me qit veten se nuk kemi gjithmonë drejt, edhe është trajneri ai që është afër skuadrës edhe e ka përgatitur ndeshjen në mënyrë fantastike, sidomos në aspektin psikologjik që ka qenë në radhë të parë, sepse nuk ka qenë një ndeshje as pak e lehtë, duke ditë raportin e dy vendeve në aspektin psikologjik, edhe muj me thonë që vetëm i komplimentoj të gjithë edhe i uroj të gjithëve. Profesor, mua më pëlqejnë këto doza sinqeriteti në deklaratën tënde, në këtë analizë që ti po bën në këtë koment, sepse është vërtet shumë e rrallë tek ne shqiptarët dhe ne kemi qenë pikërisht ne në një ndeshje të fundit të Shqipërisë që e kemi cekur këtë pjesë, ne shqiptarët jemi të parët për të drejtuar gishtin tek të tjerët, por asnjëherë për të ngritur dorën dhe për të kërkuar falje. Jemi të parë të cilët japim kritika, ndonjëherë koha e tregon, ndonjëherë janë të drejta, ndonjëherë janë pa drejta, por kur janë të padrejta dhe në fund del e mira e përbashkët e Shqipërisë një fitore të madhe në këtë rast, sigurisht që është rasti më i mirë i mundshëm, si mund të thënë. Më mirë të gaboj ne se sa të gaboj Silvinja. Absolutisht, gjithmonë unë jam që ne të jemi gabime trajnerit këtë drejt. Është në mirën e Shqipërisë. Ku mendon se i befasoi dje serbët Silvinja? A kishte një befasi? Në radhë parë, nëse dojmë ta bëjmë një analizë të mirë të kësaj përballje, mund të themi që Serbia ka një kombëtare që është më e dobta ndoshta në historinë e vet. Ajo që u paraqit dje. Do të fillu nga këtu. Sepse na e dim që kam pas skuadër jashtëzakonisht fort me lojtarë jashtëzakonisht cilësor ndër vite, por që dje muj me thonë që edhe formacioni, edhe kvaliteti brenda fushës, lirisht mujna me thonë që ndoshta me kvalitet edhe me atë që apam dje është një nga kombëtarët ose gjeneratat më të dobta që ka pas kombëtarja e Serbisë. Trajneri kishte përgatitur ndeshjen jashtëzakonisht mirë, sepse nuk kishte doza euforie te ne. E pritshim rastin ton që të bëhemi cinik. E kishte analizu jashtëzakonisht mirë kundërshtarin, jo vetëm pjesën e skemës taktike, por edhe lojtarët individualisht, sepse zgjedhjet që bënin futbollistat kur futeshin në duele, dikun kishim duele të zgjuarësisë, dikun kishim duele të forcës, dikun kishim duele të përvojës, edhe në mas të madhe ne i kemi fitu këto duele. Kështu që vetëm duhet përgëzu trenerin, edhe po t'ja bëni një pyetje trenerit, ai do të thotë se ndoshta edhe
përveç skemës taktike që ka zgjedhë që si taktikisht të përballemi, ju ka sugjeru futbollistëve edhe për individ se si të përballen me ta në situata caktune. Do me thonë, kjo më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Disiplina taktike që unë nuk e kom pa asnjëherë Uzunin të vrapoj në fazën defanzive ashtu, as Brojen. Ishtë mendur, po. As Brojen që të vrapoj ashtu në fazën defanzive. Kur nuk e kam pa Brojen që ka vrapu në fazën defanzive ashtu, që është mundu jashtëzakonisht shumë detyra taktike të trenerit. Duhet japim disa komplimenta edhe djalit sepse është harruar pak, dje kanë marrë vëmendje të gjithë dhe Brojen vetëm pa e kritikojmë tani. E ka një të mirë. Tashti na e dim, shikus të këshyrin vetëm lojën për para të sulmus. Bani gol, bani në driblim, po tash na që jemi ekspert, duhet të analizojmë lojën në përgjithësi. Unë nuk e kisha pa rej manaj që të luftoj ashtu në ndeshje. Peheqim golin. Goli që erdhi qërshia mbitorte e rejt, por nuk e kisha pa ashtu që gjdo duel, gjdo centimetr, gjdo pressing u mundonte. Mos flasim për mes fushën, mos flasim për mbrojtjen. Edhe për Strakoshën që ishte jashtëzakonisht në nivel të detyrës. Mos harroni, të gjithë futbollistët që fillun, edhe këta që u futën nga bankina, kanë notën 10, për këtë arsye ne kemi fitu ndeshjen. Kur u zgjodhe sot mëngjes dhe po bëhet pak ato scroll në Facebook apo në telefon, rrjetet tjera sociale dhe po shkoje festën e shqiptarëve në Prizren, në Prishtinë, në Tiranë, në Suedi, në vende të ndryshme, çfarë emocioni të dha? Është kombëtare institucioni i vetëm që i bashkon shqiptarët? Të bëhet edhe Shqipëria natyrale? Absolutisht. Edhe më pëlqen kjo pjesa që vjen natyrshëm. Pëlqen kjo pjesa që vjen natyrshëm, që janë tifoz prej zemrës, prej shpirtit, edhe qa them, do me thëmë, pavarësisht se kemi tendenca ne apo knej, me dhënë fund ditës, në fund ditës ne jeqim maskat edhe jemi gjithë shqiptarë. Profesor, për para ndeshjes dje ne kemi bërë një analizë të shkurtër të situatës ku kemi thënë që Serbia nuk është një fatkeqësi që është në grupin tonë, por është një fat. Marrë shkas edhe nga një deklaratë e Mërgim Mavrajt i cili tha që Shqipëria shkon lart vetëm në momentin kur ka një shkëndi për një frymë patriotike atë dashurie që lojtarët nisin të sakrifikojnë, të japin gjithçka dhe aty Shqipëria bëhet më e madhe nga ç'është. Por kjo frymë patriotike tek ne për fat keq nuk zgjatë shumë, sepse ne jemi edhe pak popull që kënaqemi shpejt. Ndoshta kjo është arsyeja që pse yjet e Shqipërisë dhe të Kosovës nuk janë bërë asnjëherë një yll botror, kalibrit botror. E lëm punën ndoshta pak më shpejt se sa duhet, dhe kënaqemi shpejt. Dhe mua kujtohen edhe fjalët e Debiazit, pasi Shqipëria arriti në Europianin e Francës, me një nisim rezultate negative dhe kur Debiazi u largua nga Shqipëria, tha tekstualisht këto fjalë: nuk është më ky ekip im, nuk po i njoh më këta lojtarë. Pra lojtarët e kishin marrë urinë. Edhe këtë herë pas Gjermanisë ndodhi e njëjta gjë. Lojtarët e kishin marrë urinë. Dhe mos ndoshta, të paktën sipas analizës tonë, dhe ti dua nga ty një koment, në çdo grup tjetër, unë thash tek ai shkrim, në çdo grup tjetër Shqipëria nuk do të merrte dot vendin e dytë pavarësisht se sa lehtë do të ishte grupi, pikërisht për të frymën e bashkimit. Ndërkohë Serbia ne na bën bashk. Ne na bën bashk dhe ndoshta na jep atë motivin shtesë që e përmendën edhe Mërgim Mavraj për të shkuar ndoshta në botror, për të bërë diçka më shumë. Ana ka bashkuar Serbia këtë herë duke lënë pas gjitha të këqijat? Po, është e vërtet. Është e vërtet, edhe do të mu bo kritik diçka për mentalitetin tonë. Po. Është si puna e atij autobusit në kohën e Enver Hoxhës që kanë lyp gjithë të ulën në ulsën e parë. Do me thënë, si të kryet një proces na shqiptar të lypi meritat individuale. Na duhet të shikojmë kombëtarën si proces, edhe ne të jemi si shërbëtor të kombëtarës. Deri momentin që ka nevojë, deri momentin që na konsiderojmë se të japim kontribut aty, të japim kontributin ton me përullje, me një lloj modestie, por është mentaliteti jonë dhe mentaliteti Ballkanit që sa të bëhet një sukses, na i hapim gjyksat se cili e lypat meritën e vet. Do të marrim meritën.
Po, do të marri meritat. Qoftë me thonë drejtën edhe trajnerët futën në këtë atmosferë, edhe futbolistët, edhe ata gjithë që janë aty afër, ju duket kjo punë. Derisa na ta marrim si proces edhe me përullje të vazhdojmë, sepse gjëja e madhe është kombëtarja. Na individët nuk jemi të rëndësishëm. Na jemi ata që shkojmë aty, japim shërbim për një gjë madhore, pa lyp shkëmbim mrapa, do me thonë, se na në ndërdije e kemi atë punë. Na jo që e pranojmë, se po t'i pyetsh kështu në intervistë, asnjëri se pranon se gjithë bëhen modest, po t'i pyetsh intimisht ato, se bënon këtë ndeshje, luita kështu, e bënëm këto, pastaj trajneri bëni kështu. Edhe gjithmonë ekzistojnë dyshimet e trajnerës se për qëllime të caktune i bojnë disa poteza. Kjo ka qenë një analizë pse na jemi ardhur në krizë. Me njerë, mas atij suksesit të kvalifikimit në Evropian. Unë shpresoj se kjo fitore na ka dhënë shumë zemër, na ka dhënë shumë krah. Moti nuk e kam pa kombëtarën shqiptare të bashkuar. Nuk kam dhënë intervista sepse kam pas jashtëzakonisht ankesa edhe nga futbollistët edhe nga gjithë opinioni. Nuk kam desh të jem të damtoj procesin e kombëtarës. Apo kupton, por tash mas këtij suksesi duhet të themi zgjorat më hapur, duhet të themi zgjorat më qetë, më ftoft, edhe mas këtij suksesi t'ja bëjmë një kritik të lehtë vetës, ndoshta në të ardhmen na animon kjo. Sepse na gjithë, kur humbim, kritikojmë, i fusim edhe futbollistët, kur fitojmë i çojmë qiell, duhet të ndryshoj standardi. Na edhe kur e humbim na i loj, duhet mundohemi të gjojmë në i gjë pozitive, po kur fitojmë, atëherë duhet ta gjojmë në i gjë ku ka vend për kritikë. Për të ardhur në mbështetje kësaj tezës tënde edhe në ndeshjen e vjeshme në Leskovac ka pasur më shumë gazetarë të politikës se sa gazetarë të sportit aty në stadion. Kështu që ne jemi aty ku është vëmendja, kështu që është shumë e vërtetë. Është gjithandej storia e njëjtë, tash gazetaria e shekullit 21, vëmendja, klikimet, publiciteti, e gjitha me radhë, por sido që t'jetë, unë bëj thirrje që ata gazetarë që mbulojnë sportin 365 ditë kemë përparësi, ata të politikës po pat na i vend Litvinë edhe ata, se nuk kam asnjë gjë kundër, por jo tash ata të na bëhen për çdo gjë të rëndësishme edhe për rreshjet e shiut, edhe për futbollin, edhe për volejbollin, edhe për politikën, se bëhet pak e tepërt kjo punë. Kemi shumë gjitholog dhe kur di shumë nuk di asgjë në fund fare. Ndërkohë, duam të ndrojmë temë, kalojmë pak te Reimanaj, profesor. Ajo koha e gjetur në goditjen e topit, ai ekzekutim, më fol pak për ata gol shënuar nga Reimanaj dhe për festën. Ai ishte edhe një përgjigje për gjithë ne shqiptarët, për ata shqiptarët skeptik në atë atmosferë të zymt mes Shqipërisë dhe Serbisë në ndeshjen e parë, ajo festa me Shqiponjë, që nuk ka një marrëveshje në fund sa për një tjetër barazim. Unë e përgëzoj Rejn për një lojë shumë të mirë edhe për golin që e ka shenu, sepse pas asaj penaltis, me thonë drejtën, unë nuk e kom kritiku, sepse edhe vetë kam huq penaltis i lojtar. Edhe e ka huq edhe Maradona dhe Roberto Baggio, e huq edhe Reimanaj, se penalti është, ekzistojnë gjasat e vogla, por huqet edhe penaltia. Në përgjithësi edhe ndeshjen e ka bo shumë të mirë. Festa dhe gjitha ato janë diçka që vjen natyrshëm, sepse ne jemi shqiptarë dhe ato janë simbolet tona. Por në këtë rast, unë duhet i përgëzoj dy venet. Duhet ta përgëzoj edhe Shqipërinë për organizimin e ndeshjes që ka bërë në Shqipëri, edhe Serbinë për organizimin që ka bërë atje në Serbi. Sepse nuk është gjë e lehtë kur përballen këto dy vene, që ndoshta kemi pas luftra, kemi pas armiqësi mes veti, po tash është koha që ndoshta duhet mësohemi të jetojmë paqe. Edhe çdo shkëndi, çdo parregullsi mund të na çojë mrapa në disa procese që pritet të ndodhin. Unë vetëm kisha mi përgëzu sepse me të vërtet ndeshja ka qenë e siguruar shumë mirë në Shqipëri, edhe një 20 herë më mirë ka qenë e menaxhuar dhe e siguruar në Serbi. Dhe paruar dhe një komplimente për trajnerin e Serbisë, i cili në presionin dhe thrustin e madh të mediave serbe, të ekstremistëve serb, vazhdoi që të përgëzojë Shqipërinë, tifozët e Shqipërisë për ato atmosferë fantastike që zhvilluan në Tiranë. Meriton dhe i përgëzimin në rast. Absolutisht, këto kanë qenë deklaratat, edhe ka luajtur një rol jashtëzakonisht
real, edhe ashtu duhet jetë sepse na në fund ditës jemi sportist. Edhe na nuk guxojmë të na duhet të gjithmonë ndoshta të jemi edhe pristë proceseve, na nuk guxojmë të jemi pjesë e një nacionalizmi folklorik, apo kupton, na duhet të jemi larg pamës, sepse sporti ka qenë që i ka rregullu dy vendet, domethënë është arrit paqe përmes sportit në shumë vende, nuk duhet me harru këtë, edhe unë gjithë ata persona të cilët janë për paqe, që promovojnë paqen, kanë respektin tim. Profesor, dua një koment tëndin për Julian Sheun. Si mund të shpjegosh që një lojtar i cili deri para 3 vitesh ishte te Laçi, aktualisht është pjesë e një ekipi polak, Vice Vlodz, një ekip i mirë, por krahasimisht me lojtarët e Serbisë, kampionateve ku ata luajnë, duket si një ekip modest, një performancë nivelit lartë nxjerr për ti. Kampionati polak është jashtëzakonisht në ekspanzion, sepse unë i përcjell jashtëzakonisht edhe ligat individuale. Shteti polak është në ekspanzion. Do me thënë, jo vetëm Superliga polake, por edhe liga parë është jashtëzakonisht e fortë. Kemi të bëjmë me një ligë ku ka shumë rivalitet, me një ligë dhe me një klub ku ka shumë profesionalizëm, edhe futbolli në përbot është nivelizu, nuk ekzistojnë më diferencat e mëdha mes Serie A edhe Ligës Polonisë. Ata mujnë me lujt mes veti. Ndoshta edhe favorit është kjo, por nuk garanton kërkush që fiton një ekip nga Serie A nëse përballet me atë ekipin polak. Na po shohim edhe Ligë Kampionëve, Conference League, Europa League, domethënë edhe po shohim që dita e ditës profesionalizmi është ngritë edhe te këto klubet e dyta, edhe është zvoglu ajo distanca e kualitetit ndërsjellë. Sa i përket Myrto Uzunit, nuk e di, ndeshjen e parë në Tiranë, dozën e kishte marrë, dozën e palejuar, më thonë se kishte marrë Elsej Lysaj, por këtë herë më duket se ja kaloi Myrto Uzunit. Ishte në krahun e djathtë, ishte krahun e majt, nuk e di se kush ka hequr më shumë topa në mbrojtje kur ishte në krahun e majt, Ysaj apo Mitaj. Ndërkohë kur kalojnë krahun e djathtë, nuk e di se kush hoqi më shumë topa në mbrojtje, Ysaj apo Uzuni. Çfarë mendimi ke për të futbollist? Çfarë ndeshje për dje? Uzunit ndoshta edhe i kemi hy pak në hak që nuk e morëm në kampionat. Kundër përgjigjja e tij më e mirë është edhe si luftohet për ngjyrat e shtetit, që nuk mbanin ati. Është një lojtar që është fut 5 minuta, ka luajtur 100%, është fut 90 minuta, ka tregu veten. Është një lojtar fantastik, dje boni një lojë shumë të madhe, unë e përgëzoj, kam shumë simpati për këtë futbollist, kam shumë simpati për Uzunin, pavarësisht se konsideroj që në momente i kemi hyrë hak këtij futbollisti. Profe, ti e vet trajner, dua që të ndalemi pak te Silvinho. Silvinho është njeriu i cili ka lëkundje të mëdha. Por unë kujtoj 3 pikat kyçe të Silvinhos kur gjithë prisin shkarkimin e tij dhe Silvinho kthehet me një fitore në kufitet pabesueshmës. Pas Europianit Gjermanisë, gjithë ishin këtu duke folur për disa lëvizje të cilat kishin sjellë probleme aty në kampin kuqezim mes lojtarëve dhe Silvinhos. Ndërkohë ndeshjen pasardhëse ai fiton me Ukrainën një fitore historike për ne 1-2 në transfer. Më pas fillojnë prapë rezultatet e këqija. Silvinho në momentin kur ishte pranë sharkimit arrin fiton në mes Gjorgjisë, që ishte një stadium shumë më i flakt se sa ky i djeshmi, ishte sikur po luajnë në Beograd. Tifozët më kujtojnë që shyenin stadiumin dhe Gjorgjia ishte në momentin e saj më të mirë. Fitojmë 0-1. Fillojmë prapë rezultatet e këqija dhe vëmë në Serbi dhe arrim prapë fitojmë. Si mundet të jenë këto lloj kombinimesh kaq të habitshme, si mund ta thuash, të këtyre rezultateve, të jeni një trajner i cili kur është në presionin e madh, del mbi presionin. Duhet me menu ma gjatë për këtë përgjigje, që është trajneri Zoti, unë veç dëshiroj që ai të mos bëj disa gjana me qëllim, që të mos bie pre e interesave të agjentëve, që mos ndikoj askush në formacion, do me thonë në vetëm këtë gjë dëshiroj, sepse nëse ka gjëra tilla atëre është gjithçka e kotë. Për zotësinë e tij si trener,
për zotësinë e tij si trener, ne e kemi pa shumë ndeshje, e kemi pa me Polonin gjatë kvalifikime, me Çekin. Për zotësinë e tij si trener nuk kam asnjë lloj dyshimi, por qa po flitet edhe dyshimet që i kemi është se kanë disa menaxher kanë influencë të treneri. Për të vazhduar në të idenë tënde, është kjo ideja e kësaj që disa menaxher po lëvizin, si ta thuash, afër Silvinjos, por kishte edhe një tjetër koment që ishte shumë interesant. E krahasonin Silvinjon me rastin e Deschamps, me disa lojtarë Francës, me rastin e Tudor, me Zhegrovën dhe me Vlahovic në këtë rast të momentit tani, duke thënë që janë disa tipe trajnerësh të cilët janë prototipa, si mund ta thuash, dhe nuk duan gjithmonë që të dalin kundër turmës. Ne kemi Anis Mehmetin, i cili është lojtari më në formë i momentit në Championship dhe nuk gjen vend as në tribun apo as në stolët e Shqipëria, që në logjikë sportive është zero, apo dhe Ernest Muçi. Por Silvinjo ka treguar pikërisht këtë. Pra si në rastin e Tudorit, i cili nuk po jep asnjë shans Zhegrovës, duke dalë bit gjithë komentet e tifozëve që duan Zhegrovën në fush. Dhe Silvinjo ka treguar duke mos e futur Broja titullar kur të gjithë e donin, por duke i dhënë dorën tani që Broja nuk po luan. Duke mos e futur Hoxhën në momentin që të gjithë e donin, por duke e futur në një moment që ishte pak më keq se sa në kohën e Evropianit. Pra janë këto raste dhe me Uzunin, duke mos e futur kur po bënte golat e Granada dhe duke futur tani që në ekip ka shkuar në MLS. A është rasti ky i Silvinjos se do të dalë gjithmonë kundër mendimit të njerëzve? Na e kemi trenerin që të bëj rezultat, bëj suksese. Tashti nëse ai e ka një lloj kompleksi që të dalë kundër turmës, edhe le del se neve s'na intereson ajo pjesë. Neve na intereson pjesa e suksesit, edhe neve na jep material kur kombëtarja jonë nuk shfaqet mirë. Por unë gjithmonë e kam këtë nëse janë zgjedhjet e tina të ndershme, unë tash i heq kapelen, ta futi kon doje, mos ta futi. Vetëm nëse kemi ndonjë influencë ka dikush nga agentët të ndryshëm, atëherë do të më vijë shumë. Është pafaqshme. Dua, profesor, të ndalemi pak edhe tek Armando Broja. Ti e cek edhe pak më herët për pjesën e një pune më të madhe defensive që ai po bën, pra një sinjal më i mirë. A do kthehet Armando Broja si më parë? Ky është meraku dhe lutja e çdo tifozi? Qa kemi me folë, Armando ka shumë kvalitete, na vetëm i dëshirojmë që sepse atë dëmtimet e kanë lënë mrapa. Na dëshirojmë që ai të vazhdojë të luajë në kontinuitet, dhash Zotit mos ketë dëmtime, se ne nuk merakosemi për talentin e Brojës, sepse ai e ka talentin. Na nuk merakosemi se si do të shfaqet ai. Por kur një lojtar vazhdon edhe luan në kontinuitet, arrin në një formë të mirë. Nëse lojtari ka dëmtime, siç ka pas Broja, tashti i ka pas ato oscilimet e veta, por tashti na e pam 2-3 herë kur e kap topin ai, është lojtar i klasit botnor. Si do dukun duelin me Pavlovicin ndje? Qap? Superior ishte Broja, qa kemi me diskutu për këtë pjesë. Një mbrojtës titullar të Milanin dhe një lojtar i cili një mbrojtës titullar të Milanin, një mbrojtës jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht i fuqishëm, po që kur vinte te Broja kishte frikë nga Broja. Thonë ky disa herë ja pranonte topin edhe shikonte kështu, ai kishte frikë me bëni hap ose sepse Broja tik. Është i shpejt, është i fuqishëm. Domethënë, vetëm dhash Zoti që ai ta ketë shëndetin edhe të luajë në kontinuitet, edhe unë nuk merakosem për Brojen. Profesor, dhe për ta mbyllur, a mendon se kjo Shqipëri ka shanse reale për shkuar botror? Po. Kjo ndeshje shikoni sepse kjo ndeshje na ka dhënë shumë kjo është ai sikur ai filmi Nëntori i dytë. Kjo është pavarësia e dytë mas kvalifikimit i kemi pas problemet e tona. Edhe është grumbullu energji e keqe, nuk ka qenë atmosfera si duhet. Unë kam qenë në ndeshje me Andorën, i kam pa futbollistat, nuk kanë qenë të kënaqur, nuk ka pas atmosferë fare. Unë besoj se kjo fitore e ka rikthy atmosferën aty, e ka rikthy besimin e ndërsjellë dhe ka me qenë një shtysë e madhe për suksesin tonë dhe unë e shoh se do të jemi kandidat deri në fund. Këtë vendin e dytë do të shohim sa do të kemi fat pastaj te shorteu se me kënd do të luajmë atë ndeshjen e balotazhit edhe por që do të jemi të papërshtatshëm, Kemi kapacitet. Profesor, na kishte munguar Shqipëria, por na kishte munguar dhe kjo energjia jote në për intervista që jep vetëm ti, kështu që shumë faleminderit, ishte pjesë e jona. Faleminderit.
Faleminderit edhe për juve, të fala edhe urime gjithë shqiptarëve. Urime.